Si e kena Mitrovicën? Mashallah. Apo bëhet xhamia te Ura? A kanë fillu, s'kan fillu? Ja, a ma është krye, Edhe ka projekte krejt? Mashallah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të gjumane kalume, thamë se do të nisim me një shkrim që është shkruar në vitin 1927 në revistën Zani i Nalt. Edhe që e ka shkruar Shkodrani. Shkodrani është pseudonimi një intelektuali edhe një zotnie të nderuar Shkodran të atyre viteve, i quajtur Shefqet Muka. Zotni Shefqet Muka, rahmet past, që më pas është edhe burgos për e të kuqyve, edhe i biri, Allahu e mëshiroft, zotni Adnani, i kam ledhë letërkëmbimin që i ati ka pas me familjarët, me djemët, me vlezit, edhe i ka butu në një libër shumë me vlerë, që ju a rekomandoj ta merrni nëse e gjeni në librari, sepse tregon edhe për shpirtin e një besimtari të syrgjynosur padrejtisht, po edhe për shpirtin elitar të një besimtari larg familjes edhe larg të afërmve në burgjet ma të errëta të historisë së njerëzimit. Ai zotni rahmet pas shkruan një artikull të shkurtër, të cilin ne gjithsesi inshallah taala do ta riprodhojmë në numrin e ardhshëm të gazetës Udha Islame. Titulli i këtij shkrimi është E vërteta s'vdes kurrë. Edhe pse vendosa që ta bëj dersin e xumas për rreth këtij shkrimi. Edhe pse her pas here i kthehemi shkrimeve edhe gjurmëve të parëve tanë, sidomos në revistën Zani i Nalt, por jo vetëm. E para për të ruajtur lidhjen me brezat e mëparshëm, e dyta për të kenë kjo një rahmet për shpirtin e tyre, dhe e treta dhe më e rëndësishmja, me përfitu nga dia, urtësia edhe ajo çfarë kanë nxit dhe kanë promovu, edhe pse një shekull më përpara, sepse e vërteta të dashurit e mi nuk ka kohë. Po të kishte kohë, pse ne lexojmë sot tekstet e para 14 shekujve, 13 shekujve, 10 shekujve, 9 shekujve. E vërteta është si drita e diellit. A ka skadencë? A ka kohë? A ka kufi? Skadencën, në thojza e ka atë ditë kur Zoti i Gjithësisë do t'i thotë diellit të shuhet. Por e vërteta është më shumë se sa dielli. E krahasojmë me diellin e me dritën e tij, sepse na ndriçon. Edhe e përhap të mirësitë e Allahut Azza wa Jall kudo. Mirë po, a kanë njerëzit sy për me e pa? A kanë mendje për me arsyetu edhe me falendëru Allahun Azza wa Jall dhe me u drejtu nëpërmjet saj drejt zhvillimit të jetës mi bazën e dritës, siç Zoti i Gjithësisë ka dashur dhe don nga gjithë secili prej nesh. Autori rahmet past thotë kështu. Shkrimi është me 26 i 3-it 1927. Pra jemi 99 vite e kusur më përpara. Së vërtetës, sa do kohë që të kaloj, kur s'ka për të shku moda. Rregull. Në qoftë se për një kohë ka për të ku të mëlohet, me umlu, sistemi në kulturën tonë edhe traditën tonë popullore, s'mëlohet dielli me baltë, ose me shosh dikun tjetër. Në qoftë se për një kohë ka për të ku të mëlohet, në qoftë se për një kohë s'ka për të pas rashta, pra krena, që të asimilojnë, anima, herët avon, prap se prap, ka për t'i dalë me triumfue mi të shtremten. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'anin familjarët, wa qul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil.
Innal batila kana zahuqa. Allahu subhanahu wa taala na tregon se e vërteta gjithmonë ka me triumfu të dashurit e mi. Dhe se e kota, el batil, sado që në pamje të parë të duket madhështor edhe vezullus, nuk e ka jetën e gjatë. Edhe kush më mirë se ne shqiptarët kanë argumente për të dëshmuar për këtë që Allah subhanahu wa taala thotë këtu e 15 sheku i madh përpara në Kur'anin familjar. Domethënë në këtë vend, vetëm në këtë shekull të fundit janë dëshmuar gjurmë të batilit, pra të kotës, kaq shumë, edhe kanë mashtruar njerëz me feksimin e tyre, pra me vezullimin dhe shkëlqimin e tyre e falco, sa vesh 20 ditë. Sa njerëz janë bjerë pas komunizmit. Sa njerëz janë bjerë pas fashizmit. Sa njerëz janë bjerë gjatë tyne 30 viteve të fundit. Kanë shit fenë e tyne, kanë shit dignitetin e tyne, kanë shit qytetarinë e tyne. Për çfarë? Për një post, për një privilegj, për një ner, për një pozit, me hoxhen tuaj të dashtun, edhe me Haxhi Fejzi Zaganjori në rahmet pastë, edhe me muftiun e kohës, Imam Nërishim Sulejmanin, Allahu e begatoft atje ku është, shkum për të marrë pjesë në gjenazën e një njeriu të ndëruar, një familje të ndëruar muslimane shkodrane, një burri intelektual, i cili kishte edhe kishte pas një pozit të ndëruar në kohën e tij, edhe ne shkuam për të marrë pjesë në ceremoninë e gjenazës Begi Dashton. Bahej pritje për rastin e kësaj vakije në hollin e Bashkisë së Shkodrës. A kemi qenë bashkë apo jo? Edhe në gjysmë të rrugës, teksa ne po shkonim, edhe thamë do t'i falim edhe gjenazën, edhe normalisht muftiu me 2-3 hoxhallar, diçka shumë e bukur. Na solën fjalë se ai vetë, mërhumi, edhe familja kanë vendosur që mos me i fal gjenazë. Khajr inshallah. Khajr inshallah. Për hatrin e partisë, për hatrin e politikës, me bjerë dunja dhe ahiret, për ç'a? Patjetër zemra. Patjetër. Për sa njerëz të dashurit e mi janë bjerë në këtë botë të rrajtun pas të kotës. Ai musliman që len me gojë edhe gjenazën mos me ja fal, a ka me i vlet partia e tij nesër përpara munkerit dhe nekirit? Ma e pa këta. Si thu Haxhi Dashton, i vlen? Nesër përpara durrët Allah subhanahu wa taala, ajo karta e partisë edhe kryeministri i tij, e kretë pushteti i përkohshëm i jo asaj partije, po kretë partive të botës, a kanë me i hynë në punë? Asnjësën nuk kanë me i hynë në punë. Fe ingrati njëri, e pasaj ingrati njëri, e prap ingrati njëri që rrehet pas të kotës, edhe i kthen shpinën të vërtetës, edhe bjerë këtë botë e të përtejme. Këtu, pra autori thotë që e vërteta ka me triumfu e mi të shtremten, këtu s'ka dyshim. Edhe pa tjetër që s'ka dyshim. Përparimi në kulmin e të cilit ka arritur sot shkenca, në këtë pikë bashkohet me ne. Tu i na dhanë të drejtë të plotë. Shumë sene që deri sot u njoften si shenje primitiviteti, shumë gjana që u dukne si të panevojshme e të tepërta, e shumë të tjera që u konsideruan si kundra qytetënimit, ja, se u erdita të njihen për të vërteta e se janë të nevojshme për dobinë e njerëzisë e për të marrën e jetës shoqërore. Subhanallah.
Sa herë na ka qullu, edhe gjatë harkut të jetës sonë, prejtë ma i madhi, ma i më shumë në mesin tonë, deri tek ma i riu në mosh, që edhe mrena 10 viteve kanë ndryshu koncepte për shumë gjana, që dikur janë pa me të madhe, si gjurmë qytetëruse, e kundërta shkatërim edhe primitivitet edhe fanatizëm i verbër, e për pak vite kanë ndryshu perceptimet. Dhe ajo që ishte primitivitet bëhet bashkohore edhe e vlefshme, e ajo që dikur ishte diell vezullues, na doli se ishte një fluskë e padobishme edhe krejtësisht e kotë. Pa me marrë dhe me pytë zotnin tuaj, gjithë se cili mundin e më thanë një listë me kësi fenomene që rrethana që realitetesh me cilat ne jemi përballë gabimisht. E sa njerëz janë bjerë, e vazhdojnë të bjerën. Fjala bie, a ka ma shumë se faraoni? A ka ma shumë se faraoni? Që mos përmendim faraonin e kombit tonë. Faraoni i pari, a ka ma shumë se ai? Ai që thoshte unë jam Zoti juaj? Ai që thoshte i thoshte ministrit të tij Hamanit më ndërtoi një shkallë që të njëjtën më të flas me Zotin e Musait. I ngrati ai për subhanallahu. Ai ishte i Zoti me shpëtu nga uji, ai që thoshte lumet tuaj dhe ujërat kalojnë në kamët e mia, edhe unë jam Zoti i tyre. Pretendoi se është Zoti i ujit dhe u myt në ujë. Subhanallahu. Njësoj si faraoni i këtij kombi, që vrau mendjen dhe intelektualet e këtij kombi, i burgosi, i largoi dhe e ndroi krejtësisht realitetin e këtij vendi. I prishi xhamit, i prishi medreset, pra i prishi qerdhet e dijes, edhe zhvillimit. Edhe vdiq pa mend. Vdiq pa mend. Mori mendjen dhe iku pa mend. A ka argument më të madh? Edhe prap me urrejt, subhanallah. A ka ma shumë se sa mas faraonit, ma shumë se sa Ebu Lehebi, që mallkonte pejgamberin alayhi salatu wasalam, me ngrihe kundër tij, kundër fesë, kundër Kur'anit, kundër ai që ishte trimi i trimave, bajlozi i zi i Mekës, si përfundoi? Zoti na ruaj si përfundoi. Mirë, po për te fakti se si përfundoi, e përjetësoi Allahu subhanahu wa taala shembullin e tij dekadent në Kur'anin famullar. Dhe afrohemi me Allahun azza wa jall duke e lexuar shembullin dekadent të atij njeriu deri në ditën e gjykimit. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Allahu subhanahu wa taala thotë që nuk ka për të hyrë në punë, as pasunia e tij, as pushteti i tij, as i s'ka për të hyrë në punë. Por imagjinoni, kaq shumë i paaft ishte, edhe kaq e madhe është e vërteta që vjen nga Zoti i gjithësisë. Saqë u shpallën këto ajete kuranore kundër Ebu Lehebit, në të gjallë të Ebu Lehebit. Po ky kaq i ditun e kaq intelektuali, kaq kundërshtar i fesë, si nuk doli një ditë me thanë, o vëllezër, pejgamberi juaj që thotë se vjen nga ana e Zotit e vjen etj etj, pretendon se i ashpall një sure ku unë mallkohem. Edhe ja ku po e them sot përpara ju shahadetin. A mallkohet muslimani? Ma kërret për hile. A e bani këtë? Nuk e bani. Pse? Se kur e vërteta e Zotit të gjithësisë shfaqet, e ka rrezatimin e saj ma shumë se sa ky diell i përkohshëm, të cilit po t'i dalim përballë, nuk mund të qëndrojmë përpara tij as për pak momente. Na mbyllën syt. Ndërsa përpara të vërtetave të mëdha të Allahut azza wa jall nuk mund të më qëndru kërkush. As ma i djallëzumi, as veç shejtani i mallkuar. Pale ushtarët e tij e të vabit e tij. Për ne të dashurit e mi, na ka bë Allahu nasib subhanahu wa taala. Na e ka bë nasib
për me kenë edhe me u përballë me të mirën, me Kur'anin, me e njohë pejgamberin tonë alayhi salatu wasalam. Nuk i takon pasha Allahun atij që është me Allahun azza wa jall, me pejgamberin e tij, me Kur'anin e tij, nuk i takon me kenë i heshtun edhe dikun të cepave, edhe i izolum nga shoqënia. Përkundrazi, duhet me kenë gjithkund prijetar, prinjës, për të përhap të mirën, për të nxit të mirën, për të promovu të mirën, për të amajt të mirën, të vërtetën, të dritën, për herë të nezun, dhe mos me leju për asnjë arsye në botë dhe për asgjë në botë, që ata që Allah subhanahu wa ta'ala i qunë në Kur'anin familart hizbu shejtan, partia e shejtanit, me pas mundësi me triumfu. Se kur partia e shejtanit i merr frenat në dorë, Zoti na ruaj për pasojat. Ne po i vujmë dhe po i shohim pasojat. Që të mos më thotë dikush që na ishte, e sot jemi dikun tjetër. Asnjë son. Është e njëjta pamje, por në kohë dhe në dimension pak më ndryshe. Mirë po, a shohim, a logjikojmë, a arsytojmë, a kemi nerv, edhe a na rreh pulsi i besimit, apo jemi në koma klinike, Zoti na ruaj. Autori thotë, mirë po, si gabim është pa numërta, me marrëmi numërue, kishin për të na dalë, për mos me thanë me miliona, një hu po që po. Gabime që janë edhe mjaft rashanike, por çmi ba kohës që ende si dul në krye për me na mush mendjen sistematikisht. Unë këtu, vëllezërve të mi musliman, do t'ju përmeni vetëm dy sene, të cilat pak vjet më parë kishin gjetë pëlqimin e gjithë sekujt. Kurse sot, le që këqyren ma me sy të mirë, pra le që nuk shihen ma me sy të mirë, ato që dikur veproheshin si veprime qytetëruse etj. Mirë po, përkundrazi, u vërtetuen se janë të damshme për ekzistencën e njerëzimit. E para, edhe mund të ndalem këtu, edhe nëse kemi jetë e marrësime e vazhdu të gjuman e ardhshme, e para, kapim alkoolin, thotë. Ma përpara, mos me pas pi, njihej si fanatizëm. Pretendohej se ai që pin bahet i shnosht e i fort nga ana fizike. Mirë po, përparimi i shkencës dhe i heqimis, pra i mjekësisë, zbuloi të kundërtën. Edhe në fakt e ka zbuluar të kundërtën. Sot mjekët, gjithandej në përbot, të thonë kujdes nga alkooli. Ata që kanë këtë smundje, ata që kanë atë smundje, ata që kanë këtë, atë, njën e tjetërën, hiq dorë nga alkooli. Pyetja e parë që i bahet shumë të sëmurëve në vizitat e mjekëve është: a konsumon alkool? A pin duhan? A ke këtë? A ke atë? Tamam. Dhe puna e parë që i thonë, hiq dorë nga alkooli. Hiq dorë nga alkooli. Hiq dorë nga duhani. Pavarësisht se njerëzit e pinë edhe njënin edhe tjetrin. E që gjithsesi nuk janë të dyja të barabarta në vendimin shariatik, edhe pse janë aty afër. Për ndalimin e alkoolit u vun taksa të rana e u formuan shoqënina kundër alkoolizimit me qëllim që të ruajshin njerëzin prej një rreziku të vargueshëm. Sot ai që spi këqyret me sy ndryshe e është i lavdueshëm. Kjo është në 27-ën në Shqipëni. Po nalem pak sa edhe po e përfundoj tek të pamunit e atij që nuk pin si fanatik, e si fanatizëm. Në 27-ën, ose thuj para 27-ës. Domethënë gjyshat e stërgjyshat tonë janë pasi fanatik. Nga kush? Nga dikush që është zhyt në lumin e dekadencës. Hajdeni pas 90-ës në vendin tonë. Hajdeni pas 90-ës këtu ku jemi ne bashkë. A ju kujtohen dasmat e para pa alkool në qytetin tonë?
A keni nisë sa zhurmë me madhe bahi, filani ka bërë dasëm pa alkool? A bën me bërë dasëm pa alkool? A bën? Dasëm me fanta, me ujglinit? Meze me... Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. A jeni dëshmitarës jeni? Flitni? Këta janë fanatike, këta janë kështue. Pastaj, fillun me shku njerëzit mu afru me xhamin. Edhe filani ka shku në xhami. Edhe filani ka shku në xhami. Ky që s'ka lanë xham pa. Allah. Hajrë më inshallah. Pastaj fillun me umlu vajzat, alhamdulillahi rabbil alamin. Shisi janë pështjell, nësi jena në Afganistan, nësi jena këtu, nësi jena aty, po herë më inshallah. Usë po të them për nanen, ati që thotë si jena në Afganistan, po të gjyshen tane nuk e manë me? Nanen me degërmi të bardë nuk e manë me në zotrote? Që thua nuk jena në Afganistan? Urna? Katoliket Shkodrane kanë kënë të mlume, është e vërtet? Edhe janë fotot e Marupit edhe. Është një pamje shumë interesante, janë gra ortodokse. Një mori gra është të mlume, aty në shesh kryesor të Shkodrës. Pale katoliket e tjera. Pa tjetër? Nuk jemi në Afganistan? Allah. Merrni dhe hapni kodet e marrëdhënies së gruas me fenë me besimin. Në Bibël, në kristianizëm, në Kur'anën e Islam. Një vije hollë ndanë me tyne. Që do thotë si 99% për mëse thanë kretë janë njësoj. Po del sot në rrugë dhe shif, a ka kode kuranore biblike, në shumë e shumë për asaj çfarë shihet? Apo arrin dikush me thanë o Zot, është më mirë me u largu nga ky vend, sidomos gjatë së verës. Po është më mirë me u largu nga ky vend në verë, është më mirë me u largu nga ky vend në vjesht, është më mirë me u largu nga ky vend në dimën, është më mirë me u largu nga ky vend në pranverë, po kush më ndajt në këtë vend? Ata lakuriqët që na vinë edhe mburren disa se po na gëlon, edhe po na ndriçon, edhe po na nxjerr në selamet turizmi. Lakuriq në mes të Shkodrës. Allah. Po është turist to, edhe çfarë është edhe më thënë. Ka vende të qytetërume që nëse ti shkon edhe ke disa botkuptime apo ke disa sjellje të caktuara në vendin tënd, të thotë zotëri kjo nuk veprohet tek ne. Pik. Se janë të qytetëruar. Ndërsa në realitete ku shoqënia edhe paria janë thjesht imitues, e pa nerv, e pa damar, e pa taban, e pa ujë fytyre, e pa dinjitet, pa tjetër që bëhet kështu siç është bashkë tek ne. Detikos. Edhe realitetet prezantohen ndryshe për atyre që janë në të vërtetë. Edhe njerëzit e ngratë që rrehen pas një postimi në Facebook apo në Instagram se e ka postu ky, e ka postu ai, e ka bërë reklam kjo firmë, e ka bërë reklam ajo firmë, edhe të duket ty sikur të je në një vend, o Zot. A nuk është për ky vendin ku ne jetojmë për çdo ditë? Apo ne jemi në klapi? Në fakt nuk jemi në klapi të dashurët e mi. Por një keqe e madhe në mënyrë sistematike, edhe një pabesi në mënyrë sistematike i bëhet këtij vend dhe këtij popull. Edhe pothuajse të gjithë në një mënyrë një tjetër heshtin. Prandaj na kujtohen fjalët e Allahu subhanahu wa taala kur tregon për Beni Israilët, të cilët teksa e shihnin të keqen duke u bërë në realitetet e tyre heshtnin. Ata Allahu subhanahu wa taala thotë se u mallkun prej pejgamberëve të tyre. Hazreti Daudi, Hazreti Isa alayhi salam. Hazreti Daudi ka qenë mret. Ka qenë burr i fortë. Ka qenë ka qenë zhvilluesi i industrisë së rëndë, është marrë me industri të rëndë, ka përpunu hekurin. Po Hazreti Isa alayhi salam, që është reflektim i mëshirës, e i butësisë, e i mirësisë,
e i tolerancës, ai i ka mallku. Për të na thënë Allahu subhanahu wa taala që ti mund të jesh kushdo, e mund të ketë vendos Zoti i gjithësisë në një pozicion të caktuar në jetë. Por ka disa gjëra që janë kufi i kuq të dashurit e mi. Me e pa të keqen duke u bë dhe me hesht, je bashkëfajtor. Edhe me mbështet të keqen dhe shkatrimin dhe mbulimin e të keqes, siç ndodh tek ne, është me kënë bashkëfajtor. Prandaj njerëzit duhet me uzgju të dashurit e mi. Edhe duhet me refuzu të keqen. Edhe duhet me amyll dyrt edhe rrugt pasuesve të keqes. Na uzov drejt ma të mirës dhe na baf për atyre që ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë ma të mirën e saj dhe e zgjof të popull nga gjumi se kaloi gati një shekull dhe ne shkojmë për ditë e ma keqe për ditë e ma poshtë duke u zhyt, duke u zhvesh nga vlerat, e duke u zhvesh nga e pasërta, e duke u zhvesh nga drita e zbërtetës, që sikur se thoshte zotni Shefqet Muka në 27-ën, e vërteta s'vdes kurrë. Mirë, por e vërteta ka nevojë për burra, jo për njerëz laraman. Walhamdulillahi rabbil alamin.